Besoj se mua më njini. Mirë është të mos më njini. Unë kam mbaruar studimet për regji për kinematografi e televizion në Athinë para shumë vitesh. Pastaj, me ardhin në Shqipëri, kam bërë dhe disa masterat të tjerë dhe nuk punoj në profesionin tim si regjizor. Për ju çunat e rinj, nuk e di, ju uroj që të punoni në profesionin e regjizorit, kurse pjesëtarët e tjerë jeni antar këtu, jeni punonjës të arkivit të filmit. Besoj, nuk e di kush ka punuar me ju me filmin, apo punon, jo me filmin, në xhirimin e filmit. Unë, do më thënë, kisha qejf të flisja më shumë me studentët, por duke marrë parasysh zotërin që kemi këtu, do t'u drejtojmë kolegëve, me emrin kolegë, sepse pas pak muajsh ata mund të bëhen dhe kolegët e mi, mund të bëhen dhe drejtorët e mi. Nuk ka çudi në këtë botë, mund të bëheni dhe regjizorët e mi. Megjithatë, për regjin keni dëgjuar shumë, keni lexuar shumë ç'është regjia. Unë kam bërë 3 vjet akademi dhe libri im i akademisë ka qenë ky libër. 29 faqe. Çudi. 29 faqe. Por, pata fatin, që është ky libër, që janë leksionet e mia më të mira, që kam marrë, është për regjie, filmi dhe skenari filmik. Nëse dëshironi, mund ta gjeni këtë. Megjithatë, është dikush atje lart? Lëshoje. Next i thonë, next i them. Tani, fjalën kinematografi e njohim, e dim pse është kinematografi. Ma thoni çfarë është? Çfarë do të thënë kinematografi? Po e di, po se di. Një mesazh përmes. Lere mesazhin, fjala kinematografi ç'do të thënë? Do ta thuash ti, ja të marrim, po ju dëgjoj. Kinematografia, ka vjen nga greqishtja e vjetër, që do të thotë shkruaj me dritë imazhi lëviz. Jo, nuk është ajo. Ju afrove deri te fjala greqisht, po pse? Qinisi, me thënë lëvizje. Lëvizje të fotografive. Kjo është kinematografia. Trash. Mos u lutim të bëni, jo sjell mesazh, është tjetër gjë ajo. Është gjuhë dhe mjet komunikimi për të dhënë një mesazh që duam, e japim nëpërmjet figurës, ashtu siç jep gjuha, nëpërmjet fjalive, nëpërmjet ndërtimit të fjalive, se si ndërtohet sindaksa dhe morfologjia, ne marrim një kuptim nga ajo që lexojmë. Nga kinemaja ne e kuptojmë me anë të syrit, të veshëve. Këto janë 2 gjërat që ne marrim. Veshët që dëgjojnë tingujt dhe syt që shikojnë dhe shkodojmë ato dhe marrim atë mesazh që duam. Një film është i shkruar me ikona, me fotografi. I themi dhe ikona. Apo jo, ju i thoni frame, dikush i thot kare, në frëngjisht quhet kare, në gojën e kam kare, kemi thënë gjithmonë në shkollë, do më kuptoni sepse terminologjia që kemi përdorur ka qenë më shumë franceze sa angleze, juve ndoshta meni anglisht. Dakor. Datën 25 dhjetor 1895, besoni se e dini. T'ja kujtoj, s'është turpë, më thoni se e di, ç'ka qenë. Është dita që ka filluar për herë të parë të shfaqet filmi i parë nga vëllezërit Lumière në Francë, në Grand Paris. Kafene është 25 dhjetor 1895, por nuk është dita e parë e filmimit të daljes së filmit. Kjo është dita e parë kur janë prerë bileta. Mbajini mend, është dita e parë që janë prerë bileta për të parë ato filmat e shkurtër që kishin xhiruar vëllezërit Lumière. Ardhja e trenit në stacion, e tjera budallë. Djali vogël janë 2-3. Çdo lopa këtu. Po ma gjetët, unë dalë që tani. Po ma gjetët çdo lopa në kinema, unë dalë. Jo afro që këtë dhjamje. Pa dhjamin e kësaj lope, ne nuk do kishim film. Ç'lidhje ka? E po shikon, e përse në Korçë nuk kanë lopët dhjam. Po kanë, bre qosur kanë. Kanë. Kur është shtruar ajo plastika, i vendoset një shtres dhjamit dhe pastaj idhen ato shtresat e
e ndjeshmërisë së filmit të dritës. Pra, pa dhjamin, pa lopën, ne nuk do të kishim kinema. Japim, sipas grekëve të lashtë, artet ishin muzika, poezia, piktura, arkitektura, koreografia, skulptura. Dhe kinematografia është arti i arteve. Të gjitha ato janë këtu. Pastër, qartë, bukur, mos kemi problemet, çunat më aprovuan dhe ju të tjerët. Vazhdojmë. Kemë parasysh filmi është optik, se shikohet, janë shtindarë në sekanë, sekuenca, sken, plan, të rim të mere me ato, do mbasim kohë. E dim që i dini. Vazhdojmë, sepse duhet të arrijmë gjëra të tjera. Plani është plan një pjesë e filmit që fillon me fillim e punës, kamerës deri në ndalim. Ky është plan. Në çast që shkrep gishtin, bën rekord, deri në çast që sa i gjatë mund të jetë një plan? Sa i gjatë mund të jetë një plan? Një plan sa i gjatë? 25 frame në sekondë. Një plan, e kuptojmë plan ç'është. Në qoftë se unë më thot regjizori action, unë të rreq. E kam të rrequr në fakt. Që nga çasti që shkrepet gishti i kamerës për të regjistruar dhe deri në çastin që do ndaloj, ky është plan. Sa i gjatë mund të jetë një plan? Ai sa mban bateria dhe pa fund nuk e di. Po, nuk ka. Mund të zgjas 1 sekond, mund të zgjas minuta të tëra. Rreth viteve 35 u bë një plan i çuditshëm që hyri në histori të një, nuk më kujtohet emri, një kineasti francez, i cili zgjaste 15 minuta dhe njerëzit u çuditën dhe u çmendën se si kishte arritur, e ishte i gjithë në lëvizje, i cili vinte nga lulishtja, nga parku, hynte në shtëpi, kalonte te vrimat e Chelsea-t, vazhdonte kamerë dhe vazhdonte në dhomat e tjera derisa dilte prapë. Ajo duke i çudia me madhe si ishte realizuar që ai vinte futej te vrima e Chelsea-t me kamerë. Imagjino, kamerë nuk janë këto të sotme, tani e bërë mini kamerë që filmojmë ne me kamerë të fshehta, po. Atëherë bëj fjalë për gjigante, ishin sa tavolina, kamerat. Pastaj fillon dal nga dal, kur doli filmi 16 mm, u presuan kamerat. Sa i gjatë duhet të jetë një plan? E tham, një film mund të ketë 600 deri në 800 plan. Varet nga gjatësia. Zakonisht filmat klasik lundrojnë aty nga 60 deri në 90 minuta. Një film i plot. Dhe sa kilometra film na duhet? Do na ndihmosh, shefe? Ne në arkimin tonë për një film me metrazh të gjatë. Po? Me metrazh të gjatë kemi më të gjatë, që kemi 5200 metra film. Bravo. Që është 5 kilometra e 200. Pra vetëm me kilometra. Është e çuditshme, po vetë filmi vetëm me kilometra. Flasim për film. Jo këto që xhirojmë me celularën, flasim për film. Urdhëro? Metrazh gjatë përfunduar. Po, i kompletuar me gjithë elementet, Kadro. Jeni dakord me atë? Ç'është kadro? Kur ju jeni këtu, kjo është një kadro. Bëni nga këto budallëqet kështu? U kanë mësuar me këtë? Mos i bëni se është turp. Shkosa shumë kadro ka nga 100.000 deri në 150.000. Duhet i kaloj sepse jam i sigurt që ju i keni dhënë provime këto, u kanë qarë kokën me provime pafund, po duhet të merrem me këtë. Bëjmë plan panoramik. Këtu dua juve, ju s'do flisni sepse do pyesim këta kolegët e mi. Pse bëjmë plan panoramik? Urdhëro? Tregojmë informacione të reja që mund mos jetë për të ndjekur personazhin. Domethënë nuk mund ta tregojmë ato informacione me kamerë fikse, kështu që duhet përdorim ose panoramin ose tiltin. Pak a shumë ajo që tha djali. Panoramik japim gjerësinë. Mund të atë plan që ne quajmë plan të madh, që duam të orientojmë shikuesin se ku jemi, mund të orientojmë me panoramikun që bëjmë.
Një kolegun tim, kolegun sot ai punon në Greqi, e kanë ngelur në provim se kishte xhiruar jo nga e majta në të djathtë, po e kishte bërë nga e djatha në të majtë. Kishte parim profesori, tha stop. Ne shkruajmë nga e majta në të djathtë, po je mysliman do ta lë nga e djatha në të majtë, po ai ishte. Me thënë, ka koncepte të tilla, do t'i gjeni këto në filmat, po të shikosh dhe filmat myslimane kanë këto, pjesa e brendshme. Do shikoni filma që fillojnë nga e djatha në të majtë, ne nuk na bën përshtypje si e majta në të djathtë, si e djatha në të majtë, nuk ka problem për ne. Vazhdojmë vertikal. E bëjmë për? Do më falni, sepse unë u drejtojmë me studentët, sepse qëllimi ka qenë studentët ju, tani, po këta kaq janë. Ne kemi bërë se studentët, s'kemi bërë shkaktim. Po prandaj, nuk pse përdorim vertikalin? Pse du ta vendos vertikalin? Pse dua? Pse ta bëj? Në një hierarki ndoshta personazheve. Jepini zë të dëgjojnë dhe të shokët e shoqet në sallë. Dhe një hierarki personazheve që për shembull kush është më sipër duket para shumë më dominant. Okej. Tani ju që jeni më sipër meje, jeni më dominant se unë? Tani ju përqendroni në këmbë. Jo, dakord. Jam unë më dominant? Po, me sa po Jam më dominant se ju, sepse lartësia ime është më e lartë se ju. Keni vajt në amfiteatër? Keni vajt? Pse është amfiteatri në atë pjesë kështu? Dhe nuk është kështu poshtë. Me thënë, personazhe ose shfaqja bëhet këtu poshtë, në platformën poshtë. Po mund të bëj të shikoj kështu ka lart. Nuk e kanë bërë ashtu. Fillon psikologjia kinematografike. Ne, kur duam të ulim dikë, ta poshtrojmë, kamerën vendosim në mënyrë të atill, ose unë për të trembur dikë, për të trembur personazhin, i vi këtu me kamerë për ta injoruar. I vete sipër. Për ta lartësuar i vete poshtë. Rapproché kontra rapproché, themi ne. Mbajni mend, e poshtroj dhe lartësoj. Këto janë dy qëllimet. Vazhdojmë. Lëvizje drejt nga tema ku është e lëvizshme, track in, track out, ato që vëm, ose jump cut. E thoni jump cut? Po. Vazhdojmë. Me lëvizjen e kamerës krijojmë ritmin e jashtëm. E kuptojmë ç'është ritmi i jashtëm? Ritmi i jashtëm është ajo që unë jap ritëm filmit me anë të katit. Ne na bënin një ushtrim të tillë në shkollë. Atëherë kishin kaseta VHS, tani kanë gjëra të tjera, keni CD. Na vinin atë dhe ne kishim për detyrë, po e gjithë kursi, të duartrokisnim jo në mënyrë, por ne arrinim të kuptonim kur duhet ndërprer plani. Kjo në varësi të psikologjisë së planit. Në qoftë se unë kisha një personazh që futej në plan, tani do futem, mbajni këtu mendjen që do futem aty, ku i vete kjo? Në çast do futem këtu. Plani fillon dhe këtu. Derisa të dilja këtu. Do me thënë, ky zgjasë e kaq shumë. Po nëse unë që kjo të kupton që të rrisësh ritmin e jashtëm, jo ritmin e brendshëm. Ritmi i brendshëm është lëvizja e mizanskenës e aktorëve që rrin brenda planit për të kryer veprimin. Mund të jetë grindje, mund të jetë bisedë, mund të jetë luftë, mund të jetë pra ky ritmi i brendshëm brenda kuadrit që un kam me personazhet e tjerë, ky është ritëm i brendshëm. Kurse ky që bëj unë për të mbajtur ritmin është ritmi i jashtëm. Jemi qartë këtu? Po të jeni në qartë, nuk kemi probleme me ritmin tjetër me atë personat e tjerë. Problemi është për ju. Kati. Është fuqia më e madhe që ka kinematografia. Apo jo? Ndaloj ku të dua, e marr vëmendjen e tij e çoj atje ku dua. Kat në teatr bëj dot unë? Edhe një pyetje tjetër.
kat në teatr bëj, po apo jo? Kush tha jo? Thatë ju. Edhe ju thoni jo. Jo, ka një gjë. Shiko që është. Ne në kinematografi punojmë me detajin. Plan detaj. Që unë dua të vi me kamerë, zoom, ose qëndroj të syri, ose të veshi dikujt, për të treguar që është ky vëth, ose kjo unaz këtu, unë e bëj në kinema dhe e tregoj atë. Në teatr nuk e bëj dot. Në teatr unë mund të bëj një pjesë të katit po të cunguar, kur themi kemi mbyllur perden ose pa mbyllur perden, por e rësoj të gjithë atë, dhe me një blic tregoj syrin, ose nëse mund të dallohet koka, ose dora, ose deri këtu arin të themi ai kati i trash, ai jo kati i bukur, po në kinema unë me anë të katit bëj mrekullit ato që dua. Nga këtu, nga plani madh që jam këtu, me njërë planin e dytë e bëj të unaza jote aty, hajde të gjejmë tani në fund të filmit se e kujt ishte ajo unaza. Kur të shikojnë që vrasi ke qenë ti. Në rregull? Pra, unë në kinema fal katit kemi kineman e fuqishme dhe ritmin e japim me katin. Besoj se jemi dakord këtu. Pra, ai lejtë të tregojmë ajo që duhet, në mënyrë që duhet, në momentin që duhet. Dhe me thënë, regjizori los me mendjet e të gjithëve ashtu si do ai. Nuk ka burrnëne. Fjalën regjizor e dini se ç'është, se u lodhëm shumë. Regjizor çfarë do të thënë? Me një fjalë dua. Regjistra që është sipër të tjerëve, paga shumë mbret. Ku pikërisht fjala mbret. Kur bëni një film, nuk ka burrnëne që t'u dalë përpara ju, në qoftë se ju jeni vërtet regjisor. Në qoftë se ju dini se çfarë duhet të xhironi, ku do vendoset kamera, si do bëhet ndriçimi, si do jenë aktorët, si do luajnë, nuk u flet njeri. Por kur ju shkoni, nëse do të shkoni, edhe rrie mendosh ta vë kamerën këtu, idhet operatori, jo, se është këtu më mirë. Jo, thot ai tjetri, elektricisti, se unë kam vendosur këtu, të bie këtu. Po i lat hapësirë, u shkelën me këmbë. Regjizori duhet të jetë enciklopedik. Duhet të di gjithçka. Libri nuk duhet të hequr nga dora, por duhet të jesh dhe shumë vëzhgues. Shumë vëzhgues. Për gjithçka. Mori si ndes cigaren tjetri, si e shuan cigaren, mori si pi ujë, si bëhet kafja. Gjërat më elementare që të duken kështu, mund të turpurojnë atje në film. Gjithçka, do me thënë, më shumë se ata prokurorët, më shumë se kushdo tjetër jeni ju. Po nuk e keni këtë dhunti, e keni të keqen. Jemi dakord? Flasin e për zonën e Korçës, për gjithë. Kur bëjmë regjistrime me 2 kamera dhe me 1 kamerë, zakonisht kinemaja ka punuar me 1 kamerë. Zgjastet si kohë, dhe një film zakonisht sa zgjat për të xhiruar, zakonisht një film mesatar. Mesatar 2 muaj, 3 muaj. Zakonisht vetëm 1 muaj, 1 muaj gjysmë, nuk vetëm shumë. Mesatar 1 muaj, 1 muaj gjysmë, i gjatë ose mund shkojë deri në 3 muaj. Ka dhe me vite, në qoftë se do flasim për filma me sponsorizim gjigante ndaj këtij, po nuk po flasim. Regjistrimi me 2 kamerë është çiksi më i lehtë, jep më shumë dorë, po duhet të dini se ku vendoset kamera. Ato që ne i quajmë, si quhet kur vendosin kamerat në një aks? Nëse do allakat më shumë. Vazhdojmë. Këtë e njihni? Kur fillonin filmat në fillim që ishte. Jo, ai është ylli maltez. Po, ylli maltez është, por pa të lopën dhe pa këtë yllin s'do kishim kinematografi. Brenda aparatit, si kamerës së xhirimit dhe kamerës dhe aparatit të projeksionit, është pikërisht këto majat futen tek vrimat e filmit. Ato e xhirojnë. Kur themi ne, filmi xhirohet me 24 frame, në fakt, koha që rri përpara ekspozimit të dritës
nuk është 1/24 e sekondës, po është 1/48, sepse i duhet kohë për të lëvizur karen tjetër, të tjetra, pavarësisht. Pra, e kuptuam, nuk kemi 24 frame kemi vërtet kur ta shikojmë, por ajo është lëvizur shumë shpejt. Pa këto nuk do bëhesh dot. Nuk do bëj dot kinemaja pa ato. Po, si televizin kështu në këtë mënyrë, po eci me shpejtësi të madhe. Lentet luajnë një rol të jashtëzakonshëm. Juve ndoshta nuk e kuptoni lentet, sepse nuk po xhironi me kamerë kinematografike? Se besoj. Këto që po them unë janë të një epoke tjetër, epokës xixh, epokës së gurit. Dhe lentet, unë jam këtu, pa lëvizur, ndryshoj lentet dhe marr plane të ndryshme nga këtu. Plan këndgjër, normal dhe të ngushtë. Vetëm duke lëvizur ato lentet të cilat viheshin, po të shikoni aty jashtë, mund të gjeni janë ca kamera të vjetra, i ka këto 3 lente dhe i vendosin, i vinin para diafragmës. Rinde kur e donte e lëshonte atje dhe e zmadhonte. Sepse kishte momente që nuk mund të lëvizej gjithë kamera për të vajtur atje ku te vendi i xhirimit, po qëndronte më poshtë. Vazhdojmë. Zëri erdhi në vitin 1930. Ate janë 3 regjizorët rush, Putovkin, Eisenstein, Aleksandrov, shpallën manifestin e mos sinkronizimit të zërit. Ne, sot na duket e pamundur të shikojmë një film dhe s'ka zë, të shikojmë një film dhe s'ka muzikë. Po filmat e parë bëheshin, ndoshta e keni bërë, nuk kishte njeri kush të bënte këto. Dhe shkruheshin partitura, luante gjatë gjithë kohës, luante në piano, se piano ishte në mod, dhe gjithë filmin e shoqëronte kur kishte dramacitet, ai ishte shkruar në mënyrë të tillë që të koordinonte në kokë me planet që të kishte atje për të tërhequr vëmendjen. Me futjen e filmit, me zë u bë një revolucion. Atëre arritën të sinkronizoj goja me zërin, pastaj të bëj ajo tjetra që ne mund të shikonim, mund të dëgjonim zërin, po nuk shikonim figurën, ose të dëgjonim vetëm zërin dhe s'kishim figurë fare. Me të lojrat me zërin, po ata janë Eisensteini ka qenë mekanik, u mor me teatr, mbajt një nga kokat më të mëdha të kinematografisë botërore. Ai ishte aq i fiksuar, sa vajti jetoi gati 7 vjet në Japoni, për të para të teatrin e madh, Tabuke që i thoshin ata, dhe atë art që mori nga japonezët e solli në Rusi. Megjithatë ta lëm atje ku është shkreti. Këto që tham. Vazhdojmë. Montazh dhe kupazh. Montazh do me thënë ngjitje. Dekupazh ndarje. Dekupazh e di ç'është? Herë parë që po dëgjoni. Do na falni çik tani. Ne jemi këtu. Sot. Dhe filmi fillon pikërisht me ju këtu në sallë. Me personazhin në qendër dhe ju aty. Në mesin e filmit, shfaqemi ose rikthehet përsëri kjo këtu, po pas 3 muajsh, unë kam një shenjë në krah, unë kam thyer dorën, ju keni ndryshuar rrobat, është bear, dhe vim përsëri nga fundi i filmit, po me veshje të tjera në një kohë tjetër. Do të thënë, ritmin e kohës e japonse kur do të jetë. Dhe ne me ndryshimin e këtyre kuptojmë se filmi nuk është luajtur në një çast. Po mirë tani, unë, si budalla që jam, më regjizor, si mund t'i kem unë njerëzit këtu sot, masha të keqen, t'i kem unë këtu njerëzit sot, dhe t'i filmoj, dhe them, hajde një pas 3 muajsh tani, hajde një pas 6 muajsh, se do bëjmë skenën tjetër. Jo, të gjitha xhirohen këtu sot. Do ndryshoni rrobat, po do rini këtu. Do me thënë, vendosja e dekupazhit ka që ne rrim këtu, i bëjmë të gjitha këtu. Atë
teorinë e madhe, ju do dëgjoni artistë edhe shqiptarë dhe të huaj që thonë, unë në film kam dhënë veten time më të mirë, kam luajtur. Me nder kanë luajtur, mos them një fjalë. Ata s'din asgjë. Përveç regjizorit atje s'di asnjëri, asnjë gjë. Hajde deri diku është operatori, drejtori fotografisë që vjen nga pas, të tjerët s'din asgjë. Se ti nuk e di këtë plan që unë po të gjiroj tani, do ta vë në fund të filmit, do ta vë në fillim të filmit. Ti s'di asgjë. Asgjë. Ke lexuar një skenar, hajde. Nuk di asgjë. Përveç regjizorit askush tjetër s'di. Gjithë fjalët e tjera që dëgjoni, unë kam bërë këtë, kam bërë, janë gënjeshtra. Mos i besoni. Bëj qefin, shumë mirë ka bërë ata. Vazhdojmë, ec. Teoria e vizë imagjinare të aksit është një gjë shumë e rëndësishme. Kur ne filmojmë, dhe do filmojmë dy objekte. Tavolinën dhe unë. Kjo që na lidh është vijë imagjinare që quhet aks. Aksi që po shkojmë drejt njëri tjetrit ose po vjen drejt meje. Aksi është shumë i domosdoshëm për të xhiruar, zakonisht nëse fillojmë amorsha, e thoni amorsha? Kur vjet kamera këtu nga pas, kapçi supin tim. Okej. Amorsha i themi ne, supin tim të majt dhe fytyrën e tjetrit. Po dhe të tjetri, nëse do jemi këtje, do jetë kamera, do jetë te supi im i djathtë të shikoj atë. Kapet pak veshi, pjesa e këtej dhe pjesa ne. Ky është aksi që na mban. E rëndësishme është aksi me makina, me tren, me traktor, tank, nuk e di çfarë është. Çfarë është? Jemi në paradë. Ose do filmoni ju paradën, do bëhet paradë. Si do vendosni kamerat që njeriu në televizor të mos ngatërrohet? Nëse kamerën e jeni aty ku jeni ju, edhe kamera më tregon që unë po eci. Por deri këtu mund të eci. Dua ta kapërcej aksin, për arsye të ndryshme. Si mund ta kapërcej aksin? Plane detaje, plane portrete dhe pastaj mund të kapërcet duke treguar. Jepi zë të dëgjojnë këtu se s'po vjedhim këtu. Plane detaje, plane portrete dhe ma thuaj? Treguar një detaj për shembull të ndoshta pengesës që ke përballë, edhe pastaj tregojmë paktën një plan të madh të lokacionit ku ti do të qytet. Po. Pra, ne mund të bëjmë kështu, më dëgjoj këtu. Nëse unë do jem makinë dhe po eci në atë drejtim. Plani më tregova që po eci, plani i dytë përballë dhe plani tjetër të jetë këtej. Por me këto mundësi që kemi sot, ne mund ta bëjmë dhe me dron. E fillojmë këtu, e kapërcejmë nga sipër dhe dalim nga krau tjetër. Po. Por kjo bet për të orientuar shikuesit, sepse nëse ti më shikon me kamerën ndja, vazhdon që unë eci, dhe plani i dytë është këteja, e ktheva prapa. Në çast i do të tregosh i po ecën, në kraun tjetër kthehet. Kjo të ngatron. Kujdes me aksin. Jepi. Shikoni tani të flasim pak për në fakt të flisja pak më vonë për skenarin. Kjo është e rëndësishme kur shkruajmë, nuk e di, në skenar keni bërë historia, biografia e heroit. Është shumë e rëndësishme. Për një figurë që ti do të shkruash, merr një çift të dashuruar, se jo vdesni për atë shkret. Shkruani atje çifti i dashuruar, Beni, kjo, ajo, nuk e di çfarë emri vini, Noa, të ajo. Shiko se sa pika duhet të plotësosh për një personazh që ti dish ti. Fiziku e heroit, i dobët, i shëndosh, mosha, seksit, që është mashkull, femër, paraqitje jashtme, i bukur, i shëmtuar, i shtrëmbër, i goditur, kokë madh, kokë vogël, të gjitha këto. Trashëgimia nga vjen, nga është. Nga fshati, nga qyteti, nga është. Gjendja e përgjithshme shëndetësore, karakteristikat përgjithshme që mund të ketë ai. Nga çlagje vin, nga qytet vin, të gjitha këto luajnë rol. Kombësia, dheu i vërtet, preardhja, i bardh, i kuq, i verdh, i jeshil. Gjendja klasore, borgjes, punëtor, puna e përditshme, profesionet që ai ka, arsimimi, shkolla që ka, njohurit, jeta familjare, si ishte me prindrit, feja, besimet,
bindjet politike, psikologjia, veshja, karakteristika psikologjike, jeta seksuale, edukata, qëllimet, synimet, të gjitha këto që duken për të qeshur, duhet t'i keni shkruar dhe t'i dini ju në kokën tuaj. Sepse kur ulesh për ta shkruar skenarin dhe ke parasysh të gjitha këto, gjërat tuaja bëhen më të thjeshta, më të lehta. Vazhdojmë, ecim. Vëllimi i skenarit të një filmi artistik me metrazh të plot mund të jetë 8 deri në 10 pjesë. Ose kapituj që mund t'i themi ne, që përbëjnë librin, këtu kemi, ç'ishte kjo zhurmë? Wow. Pra, afërsisht do të shkoj 60 deri në 80 faqe. 1/4 plus 2/4 plus 1/4, çfarë janë ato? Ka të bëj me hyrjen, që është 1/4, 2/4 i merr zhvillimi dhe 1/4 është mbyllje. Këto janë klasike. Sinopsi? E dini se u kanë marrë veshët? Vazhdojmë. Është një debat i madh që është luajtur dhe kur ishim edhe ne në Greqi, skenari nuk na e quanin vepër artistike. Këtu quhet vepër artistike tash? Profesori skenarit ashtu na ka thënë. Nuk quhet. Apo quhet? Është letërsi. Është letërsi. Është debat shumë i madh që nuk është letërsi. Pse? Shkruhet. Skena e parë, interior, shtëpia e Agimit. Agimi ngrihet nga krevati. Pik. Skena e dytë, interior, banja e shtëpisë së Agimit. Agimi lan dhëmbët. Këtu s'ka letërsi. Nuk ka letërsi. Zbret nga shkallët, këtu s'ka letërsi. I hipën në makinë, pi cigare, s'ka letërsi. Ajo që bëhet letërsi është një pikë që unë e kam gangren, që mua më vjen për të kthyer stomakun përmbys, kur shikoj filmat shqiptar sidomos që bëjnë teatr nga fillimi deri në fund. Teatr. Vetëm tekst, pafund pa patur asnjë zhvillim. Le që teksti është tepër letrar, do me thënë është të vjen për të qeshur që ne nuk diskutojmë. Ashtu ti pas ke një tis që ma thua mua këtë. Kujt i bën teatr? Edhe në teatr nuk parathuhet ajo. Se shikimi yt është i verbër. Edhe bëjnë kështu. Çfarë shikimi verbër? Mjafton ti thuash, mos më shiko ashtu. Edhe fjala është e larguar shumë nga realiteti. Pra, ata që shkruajnë skenarin, zakonisht ndodh nga këta njerëz që kanë marrë pak një uri mbi kinematografin, por janë shumë të varfër në shkruajtjen e tekstit. Bëjnë letërsi. Jo. Teksti duhet të i thatë sa më i thatë dhe të ketë veprim. Shikoni filmat amerikanë, doni çdoni atje do shikojmë. Unë nuk po them musical indian. Qofse do bëni musical indian, shikoni ata. Por filmat janë krejt ndryshe europianët me amerikanët. I keni bërë në shkollë, nuk hyjt kësaj historie se do ngecemi. Skenari përmban ide, mesazhe, por natyra e filmit dhe veprës pamoralizanore nuk lejon që një skenar të ketë ide vetëm atij që shkruan atë. Sepse unë kur e shkruaj skenarin, filloj ta jap ty, ta lexosh tjetri dhe marr idetë e këtyre. Dhe këto ide nuk jepen me fjalë, jepen me veprime. Aktoria bën veprimi dhe unë marr idenë pse e bërja jetë veprim. Në qoftë se ai hidhet, ku dëgjojmë, pa fuskot. Hidhet tankut përsipër. Pse do shkruajnë ide? Ai kishte një ide që u hodh tankut. Më dëgjove, po mbrëmjen në mbledhje ai ma tha që do hidhet. Ç'i janë këto, more, ç'i janë këto? Ai bëri veprimin, ne e pam, e morëm atë që donim të merrnin. Vazhdojmë. Skenari, sidomos mbetet themeli, se mbi atë do të zhvillohen, do bëhen skenat, është e pamundur të mos ketë skenar. Pastaj kemi skenar lloj komedi, drama, aventurë. Por skenari i temës, i karaktereve, skenar i situatave, ka lloj situatash për skenarët që nuk kemi kohë të merrem me ta. Tu them diçka më të thjeshtë, ec. Po pas skenar nuk bëhet, mos thoni që ajo ndodh se ishte
regjizori madh edhe ishte pas skenar, filloi nga këto budallëqet italianët xhironin pas skenar, ja, ato haroja idhja maçit. Kanë patur ata. Ky është thelb. Rruga drejt zgjidhjes konfliktit skenarit duhet të jetë përmes pengesave dhe problemeve. Në qoftë se nuk ka probleme dhe nuk ka pengesa, s'është skenar. Nuk ka skenar. Ke parti që zakonisht ti e di që është vrasi, ti e ke marrë vesh si shikues, dhe në momentet caktuara që unë jam duke kërkuar vrasin, ai kalon aty, ua, si se pa, ja, ky është, ky, gati ti bërtasim nga televizori, ky është, po folim o ka, ua, po si se pa, ne, aty ankthi i njerëzve rritet, po ka dhe një gjë, në film që do bëni, në filmat që do të bëni, uroj që të bëni sa më shumë, mos i rënofshi ata prindrit tuaj, sepse detyrimisht do shisni shtëpi, do shisni makina, do ngelin pa bukë, si shkutohet, budallën ka plot. Do keni një gjë. Filmi nuk është nga fillimi në fund ankth, të kapet tjetri pas karrigës këtu, kur do ta vras, kur do ta çliroj, kur atë. Ka skena që ne i bëjmë enkas ashtu, i lëshojmë të qetësohen, vazhdojmë përsëri, por gjatë gjithë filmit nuk e mbajmë të tensionuar atje. Do ta vras, s'do ta vras. Ose do bëj këtë, po s'do të bëj këtë. Prandaj zakonisht nëpër filma fusin e këto personazhet në një linjë dashurie, të lirohen të ashtu, me të qeshura, i çojnë në një park, pra jo gjithmonë në ankth të papar. Kohezioni është i rëndësishëm. Nëse ka filluar me një ka filluar si komedi, nuk mund të vazhdojë si dramë dhe të mbarojë si tragjedi. O fillon si komedi dhe mbaron si komedi, o do filloj si dramë dhe mbaroj si dramë, o do filloj si tragjedi. Nuk mund të filloj si komedi dhe të ndrohet rrugës. Është e rëndësishme kjo. Dialogu gjithashtu luan një rol të rëndësishëm, dialogu siç e tham, jo dialog teatral, do ja veshët me kripsi themi ne ande, po bët teatr ashtu. Mos bëni se zakonisht marrin pjesë nga librat ose nga librat e kthejnë në skenar, po e marrin copy paste atë dhe e kthejnë këtu. Dhe në fundit, para se të shkruash një skenar ose të bësh një film, bën disa pyetje vetes. Pse do ta bëj? Pse do ta bëj? Ç'kemo bëj? Do ta bëj valla çat. Do shes, do vjen njerëz ta shikojnë. Sa njerëz do ta shikojnë? Sa janë të interesuar për këtë? Kush është i interesuar? Bën jo 5 pyetje, po bën 100 pyetje. Dhe gjitha ajo dëshira e madhe mund të katandisë të dalësh jashtë thuash, po unë çfarë që doja të bëja, s'kam çfarë budallaj, ç'u ndoj mua. Unë mbas ditëve bëj psikologjinë. Kam klinikën time, vinë njerëz të ndryshëm, vinë me këto ëndrat e mëdha dhe pasi bëj atë testin, çfarë unë që erdha thotë ai, kisha gabim, fal. Kështu duhet të jesh dhe ti, do të thënë, duhet të jesh i vendosur për atë që do, për atë që ti do të përcjellësh dhe si do ta përcjellësh. Po nuk ju përgjigje këtyre pyetjeve, pse e bëj, kujt i drejtohem, nga vi, pse duhet të jetë ky, pse mos të jetë kështu, po të jetë kështu. Këto duhen zgjidhur pse, sketës e skenarit dhe të filmit. Pse duhet ta bëj? Pse duhet të shesun gjithë pronën e babait për të bërë këtë film? Sepse zakonisht studentët që mbarojnë janë të gjithë Hollywoodi s'është gjithë për ta, është një kohë e vjetër, po kemi dalë përpara, i lëm pa bukat atë shtëpisë, shesin gjithçka. Pastaj kemi përmbledhjen e skenarit, storyline që e dini. Vazhdojmë. Etapat e xhirimit të një filmi. E keni bërë. Kemi këtu vëmendje sepse mos u merrem me ato se do t'i kalojmë. Kemi skenarin në dorë. Në rregull? Pasi kemi marrë skenarin në dorë, kam zgjedhur drejtorin e fotografisë, operatorin e zërit dhe producentin. Dhe të katërt ikim grup dhe shkojmë të shikojmë sheshet e xhirimit ku do xhirohet filmi. Në qoftë se unë si regjisor them, nga këtu dua një kran të madh të filloj nga kati 8 dhe të zbresi poshtë, të vi ngadalë, të futet e dhome e gjumit kur ai po flë gjum, e dua këtë se pa mos na çaj kokën se s'kemi lekë thot ai producenti, zot ta bësh ashtu. Bën një dron o bën me dron ikëm çaj kokën, vazhdojmë të tjerat. Ngele ti, lekë ti ka ai. Dakord thot ai producenti bëhet. Jo, thot ai s'bëj të ndriçim unë këtu thot. Drejtori fotografisë ç'a bën ti? Nuk ndriçoj dot unë.
Edhe në qoftë se këta janë dakord, idhet operatori se çfarë do të zërin unë vëlla. Çfarë do të zërin me këtë zhurmë? Mirë do ta bëjmë, po do ta dublosh thotë ai. Dublimi do flasim pak më vonë. Kemi pak kohë. Pasi merret kjo, pra vajtëm që quhet reperazh. Vajtja në teren për të parë të gjithë sheshxhirimit, quhet reperazh. Pasi është vendosur që do xhirohet, kush do xhirohet me aktorët, do zgjidhet, do bëhet casting, do bëhen ato përzgjedhje aktorëve. Bërë regjizori madh, lapse letër dhe aty del shpirti. Çfarë bën? Ulet dhe bën storyboardin. Ju bëni storyboard? Bëni. Pa storyboard mos shkoni gjikundi. Dhe reklama me vogël 10 sekondë do storyboard. Mos ikni kështu. Storyboard e dini ç'është? Ju? E dini? Po. Edhe këtu në për korridore mund të keni ca pjesë. Kush është zakonisht në filmat me buxhet të mirë, marrë një piktor i cili e skicon tamam ato si duhet, trash që ka bërë ky regjizori, pa i merr dhe i xhiron. Pse na duhet storyboard për të përcaktuar çfarë? Planin po, tjetër. Vendodhjen tjetër. Imazhin tjetër. Si? Madhësia e planit, po. Dhe të gjitha këto konsistojnë në para. Sepse unë di sa sekonda do të jetë një plan. I mbledh 3 sekonda, 2, 7, 6, 1, të gjitha këto, dhe them, filmi do më dalë 1 orë e 33 minuta e 12 sekonde. Pa xhiruar. Dakord të ai, producenti. Dhe sa film na duhet? Kaq për kaq, 3 fishi, do me thënë, unë hedh 3, ose po ka parat me 1 me 4, dhe xhiroj 4 herë, 1 e mbaj, ky është raporti, s'kam lek më shumë, jo filmoj e hedh atë, unë e mbaj, dhe di që do marr 4 kilometra film, dhe i marr këto me vete. Në qas që unë kam këto, çfarë bëj? Bet vendoset për fillimin e filmit. Dakord? Bet ordino. Programi se çfarë duhet. Për çdo sken, për çdo plan që do duhet, shkruen të gjitha që do të na duhet. Nesër do dalim të xhirojmë në Dajt. Nisja ora 7. Shofer filani, makin filani, në orën 6:30 do marrë te Zoguzi Nuriun, tek sheshi Skënderbej Bastriun, këtu do marrë Nurien. Të gjitha. Do jenë me vete, do ketë filxhanin e kafes, do ketë unazën e mbretëreshës, do jetë e veshur të gjitha fije për fije. Sepse shkon në vendin e xhirimit, të mungon një detaj, nuk xhirohet. Orët në kinematografi, e disa orë që janë? Xhirimet? Keni dëgjuar 8 orarë ju? Punojnë 8 orë? Asnjë nuk punon 8 orë. Në kinematografi orët janë 10. 10 orëshe, s'ka 8 orëshe. Dhe në qasë që kemi filluar të xhirojmë, tani keni fatin e mirë, sepse ne atëre arritëm çik polaroidin, por në qasë që thot regjizori break, do ham buk, ose e mbyllim për sot, stop, çfarë bëhet? Është vajza që mban skriptin, ajo ishte detyruar, i thoshte aktorëve, mos lëvizni. Të shkruante. Spirua është duke pickuar mjekrën këtu. Dorën e majt e ka këtu. Tjetri ka duart këtu. Ndriçimi, mbaj mend sa i kemi këto ndriçimet, të gjitha pikat i vinin shenja ku ishte ulur, ai ishte përpara, me trupin përpara. Tjetri me duart e kryqëzuara mbundet të rit kështu. Tjetri ishte brinde kështu. Të gjitha këto shënoheshin, i kishte detyrë skriptit, të gjitha këto. Kurse tani kemi fotografi, sepse nesër do të vim përsëri me të njëjtat rroba, me të njëjtën do jemi këtu siç jemi për të vazhduar skenën tjetër të filmit. Në rregull, këto i bën skripti të gjitha i mban ato. Zakonisht skripti bën dhe atë që ju i thoni çak ose klaket i thoshim, ne? Që qëllon atë skena e parë, akti i parë, prap. E dini pse ndodh ajo? Pse bën atë? Pse bën atë? Si?
Domethënë se ndodh veprimi Po, çfarë? që të dëgjohet në gjithë. Që dëgjohet, kush të dëgjohet? Që flas me altoparlant, pse? Jo, jemi këtu. Janë gjëra që duhen montazh. Shefja, shikoni këtu, shikoni. S'ka asgjë. Gati. Kur them gati, lëshohet zëri, lëshohet figura. Ecim përpara. Del përpara e kamerës dhe thot plani një skena e parë edhe kërcetat krau tak bën ajo e lën 3 sekonda action si jesi duke si kalon cut stop mbaroi ky plan. Të gjitha këto planet që u xhiruan gjatë filmit, merren filmi. Janë ca aparate, ne kemi... Ky është tape, ose shirit magnetik për nagra. Nagra është një aparat, kështu quajmë përpara, me anë të bumit që ju regjistroni, merrej zëri, këtu merrej zëri magnetik. Ky zë do të shkojë në laborator dhe do të kthehet në film. Siç është filmi me figurë, do kthehet në film magnetik. Na duhet. Na duhet në film magnetik sepse s'na bët në nëzorë të arkivat që s'kishim dërmend fare. Gjovelian, dëgjove thuaj. Ajo që të pam në tape, ky shirit u kthye në film. Në film. Kështu i themin nga Vlora. U kthye në shirit. Në shirit. Sepse kur të vej në moviol bashkë me filmin tjetër, të xhiruar me figurën, një bobin do të marri këtë ta kaloj në krahun tjetër dhe zëri do të kaloj në krahun tjetër. Si ky do ben shumë zëri. Është zëri i aktorëve, mjedisi që xhirohet më vete, kur mbaron xhirimi dhe themi kat, vazhdon xhirimi. Qetësi të marrin pak zë. Sepse u duhet në montazh e di më mirë se ç'është. Zhurmat e makinave, dallgët e detit, qëllimet shi, pistoleta, luftë, shpata. Këto vijnë banda më vete, njëra pas tjetrës. Dhe në fund fare, të gjitha këto shkojnë përsëri në laborator për të bërë një i vetëm, një bandë e vetme. Ka një gjë, këto filmat, planet mund të jetë kaq i shkurtër një plan, po mund të jetë edhe shumë i gjatë. Janë ca kosha me gozhd, të shënuara me numra, dhe shënohet plani i parë vjet e gozhda e parë. Plani i dytë e dyta, kështu me radhë gjithë planet që i priten ato dhe mund të jenë 3000 plane. Merret plani i parë dhe do bashkohet me planin e dytë. Po që të bashkohet me planin e dytë, duhet prerë atje ku bëri ajo çaku. Pap, figura, të shikohet figura që qëllohet, me zërin që dëgjohet të vinë të dyja bashkë. Kur priten pastaj të dyja, hiqen sa gjatësi sa hiqet andeja, hiqet dhe këteja për të bërë sinkronizimi. Dhe për të lidhur planet njëra me tjetrën, janë ca ngjitse ose koleza i thoshim ne, dhe ngjiten me shirit të hollë. Me këtë shirit, me këtë ngjitsi. Ngjiten planet njëra pas tjetrës. Pasi janë ngjitur këto njëra pas tjetrës, do të iki ky film, ky i ngjituri me këtë, bashkë me këtë që ka të gjitha bandat e zërit, mund të shkojë dhe 7-8 banda zëri, varet sa efektet fut, dhe do bashkohen në një film të vetëm, por tashti, në qoftë se këtu ishte film magnetik, atje mund të jetë ose magnetik,
ose optik. Le të shikosh, po të marrësh një film, të shikosh anash ka një vijë të hollë. Kjo është kopja 0. Është kopja negative. Nga negative ti shikon negativ, bardhëzi. Pastaj do kthehet në kopje pozitive që ta shikosh, apo jo? Kjo është kopja 0. Mbi këtë do shikojmë gjithë gabimet që kanë bërë dhe si janë bërë. Pasi ti ke parë që është në rregull kjo, fillon i thua merre këtë filmin këtë negativin dhe shko çoje në dekalazh. Dekalazh është një tjetër proces i cili bën dhënien e ngjyrave, përforcimit të ngjyrave dhe kontrastit të filmit. Bëhet aty. Po ne mund të bënim dhe një gjë tjetër, gjatë gjithë kohës ne mund të mbanim filmat, filma me se duhet ta ndërpresim, filmat të cilët janë gjatë gjithë kohës janë marrë me një ngjyrë të caktuar. Për shembull, nëse unë kam filmuar një film thriller, jam i detyruar që ta mbaj në ato ngjyra. Zakonisht është blu e thellë edhe hapur, nuk përdor rozë të kuqe të verdha, e mbaj te ky thriller. Nësa në komedi plani është i hapur, i ndritshëm, i bukur, këtë thriller i mbaj këto kontrastet e fuqishme për të dhënë këto. Është një procedurë shumë e gjatë, derisa të marr filmi trajtën e duhur që duhet të dalë. Nuk është kaq kollaj. Të bësh film duhet të ndjersisht dhe është një punë kolektive. Ajo që unë uroj është të bëni film, po ta bëni film me film, të dalë shpirti, por është gjë më e bukur, do me thënë, kur arrin ta shikosh të xhiruar në film, është gjë tjetër nga ajo që ke parë që keni xhiruar me celular apo keni xhiruar me gjëra tjera. Unë ja uroj të gjitha këtë. Për arsye kohe, unë duhet ta ndërpres, janë gjëra shumë të bukura, por ju them për ju çunat, nëse do doni, do më thoni për librin e tillë, ka shumë materiale që juve do të duen, ka plot gjëra. Janë disa universitete që punojnë me këtë prej vitesh, nëse doni më thoni. Jemi në rregull? Tu falenderoj të gjithëve. Tani mund të flisja shumë, por unë doja të merresha me këta, por më kuptoni, nuk ishte qëllimi juaj prezenca, po ishte me këta. Jeni të lirë, shpërndauni. Ju falenderit gjithëve.